Do të shohim atje se si festohet Kurban Bajrami dhe cili është në fakt edhe roli i gruas në organizimin e festave familjare edhe fetare, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në diaspor. Kam kënaqësinë që në linjë të drejt për drejt telefonike, kam gazetaren nga Anglia, Burbuqe Paqarada. Burbuqe, përshëndetje. Përshëndetje, Gjeneta. Përshëndetje nga ditët më të nxehta të kësaj jave në Britani, që e kanë thyer rekordit për një herë kur është regjistruar koha ka qenë nxehtë. E ku më mirë se në ditën e Bajramit. Ju uroj të gjithëve Bajrami, po fillojmë domethënë me ngrohtësinë që unë kam dalur faktikisht të gjithë tjerët se kam marrë ditë të lirë. Keni marrë ditë të lirë sepse normalisht atje besoj që është sot ditë pune e zakonshme, nuk është festë zyrtare. Definitivisht nuk është festë zyrtare, është ditë pune. Kërkoj falje që ndoshta po lëviz telefoni, por e kam gjetur këtë një vend të caktuar që të bëj me juve. Gjithsesi t'ju lajmëroj se është kësaj here, ndoshta edhe shumë herave tjera kur është Bajrami, ne qëllojmë në kohën kur janë edhe festat jo pushimet e fëmijëve, edhe shfrytëzojmë rastin të jemi në Kosovë me familjarët tonë, të festojmë ndoshta një kohë ku na mungon shumë familja, edhe kemi për zemër, kemi me ta në momente të duhura, kurse që është Bajrami. Sa gradë është aktualisht sot atje, me qenë se po tregoni për temperatura shumë të larta? Është 36 gradë. 36 gradë. Është diçka Gjeneta që për shkak se Britania është ishull, edhe ka lagështi shumë të madhe, nuk është nxehtësia kurse në vendet tropikale, është diçka e pamundur. Shteti nuk është i përgatitur për kohën e nxehtë, edhe për atë arsye kemi mundime, mundime të koncentrimit, mundime të punës, por e dim që nuk është gjatë. Zakonisht në gjatë nga një javë, edhe mandej kthehemi në kohën normale, shiu, fryma, edhe ndryshimet e shumta në këtë atmosferike. Ju pra po shihet që sot keni vendosur që festën ta kaloni në një ambient hapur për shkak edhe të temperaturave, keni marrë ditë të lirë me shkas për festimin e Kurban Bajramit. Më trego si nisi dita juaj sot, ose kur do t'jetë ajo dreka apo darka familjare, me qenë se ndoshta jeni vetëm jo në ditë të lirë sot, është edhe burri, fëmijët me siguri janë në shkollë, si organizoni atë drekën apo darkën festive që është karakteristike për festën e Kurban Bajramit? Por mua, personalisht, po flasë, gjithsesi dëgjohem herët se di që familjarët e cilët janë në Kosovë, në diasporë, për festën e Bajramit dëgjohen herët, që du në ashtu kështu, do të më dëgjohen herët se gjithmonë jam në kurë, e frasin familjarët e gjithë duke festuar ditën e Bajramit, një ditë me uratat të ndryshme. Fëmijëve ndoshta atyne që kemi familjarë me familje e organizojmë mbrëmjen, që kemi darkën festive, po i vjen që gjatë ditës punojmë festive, mirë po gjithsesi është e obligueshme. Në një mënyrë të jemi së bashku, një ditë ta festojmë së bashku. Unë si që përmenda më herët, këtë javë është ditë e lirë, është pushim i fëmijëve nga shkollat, kështu që shumica prej tyre kanë ardhur në Kosovë, që kanë shkuar në vende të tjera në pushime. Çka është një gjë shumë interesante është viteve të fundit, Bajrami po festohet në pushime, si me thonë pushime verore, në rezote të ndryshme, nuk është diçka si përpara familjare, kërkoj falje po e lëvizi kamera, por jam një pozitë që mendova se kemë zhurë të na pendojmë transmitimin drejt për drejt. Kështu që në mbrëmjet definitivisht do të jenë gjithë familjet time, edhe shoqënia diasporë është familja e krijuar nga gjithë viteve që jeton, edhe është shumë e rëndësishme që të jesh me ta, ta ndash bukën, gëzhimin edhe dhuratat, po gjithashtu mund të them se veshin ende nuk e kemi caktuar se si me u vesh,
se është tepër ngrohtë. Ta shohim, ndoshta do të zbuten temperaturat deri në mbrëmje dhe do të bëni një zgjidhje edhe për këtë. Po, normalisht që në organizimin e festave familjare, fetare, gjithmonë temi ajo para, përgjegjësia, kryesisht bjen tek gruaja e cila organizon thuajse gjithçka, qysh nga përgatitja e ushqimeve, ajo mënyra se si do të organizohet festa brenda familjes. Sot pra po flasim për Kurban Bajramin. Trego, si e ke menduar sot atë darkën familjare, çka do të përgatisesh për familjen? Definitivisht prjeta të tjetë ndërshati shumë njëra të tjera diçka tradicionale, që kanë qërë në bajtë, që kur të nana një tjera që ka përgatit, të tjetë me tënë të të vesh, por salata normal të ndryshme, po që të në rëmbërsir baklava, që ka qërë të mund është në të festave të Bajramit. E ke bërë baklavën? E kom marrë me një vend shumë, e ka gatu për të mund kejtë. Më trego, mënyra, ka mundësi atje që edhe të shitën baklava në Angli, apo duhet gjithmonë ta bëni vetë? Jo, gjëneta viteve të fundit kemi shumë gra që kanë biznese të gatimit, edhe është knaqësi se i shohë se e din procesin ndoshta të shijes që ne e dëshirojmë. Duke ditë se shumë shtete këto mbërthira si baklava apo tjera që marrohen, nga njëherë janë diçka që ti e kërkon sikurse që të qenë në shtëpi. Kështu që ka biznese të ndryshme dhe të shumta të grave tona që përgatitin, po ashtu në vajzave të reja, që janë shumë të interesuara të gatuin ushqime tradicionale tona, po porosit sigurisht që duhet bëhen shumë ma herët para përgatitjes, edhe vërtet mund të janë shumë të shishme. Edhe ju them hates, ju lumë dora të shpesh i porosit i ushqimet, jo vetëm të ëmbëlsirave, po edhe të ushqimeve tona si flia, burek të ndryshëm, tava të ndryshme që ka njëherë koha e punët nuk të premton me përgjithër me bo dhe përgatiti vetë të shpejt. Do me thënë, tradita vazhdon edhe në Angli, që domos në festat mos mungojnë ushqime tradicionale, gra atje të cilat i kanë zhvilluar këtë zanat, themi, këtë talentyrin edhe si biznes, dhe që në fakt ju ndihmojnë edhe ju të tjerëve që nuk mbrini dot me përgatit ndonjëherë ushqime tradicionale. I kemi shumë të shishme, po edhe marrin shumë kohë. Kjo është e keqja atyre që i nevojitet kohë për t'i përgatitur, por gjithsesi rezultati në fund është fantastik. Me rëndësishme e gjithësaj është që e kemi para përgatitje që të bën me qenë të bashku me Kosovën, po flasë këtë rashku. Ne me Kosovë i përgatisim sot, ka bëjë vëron, edhe nëse i qëtojnë në dreka ose darka tona, më ta tërë si angles, të tjerë, e din që kemi që aty të regojnë. Kjo është e rëndësishme. Burbuqe, unë të falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt dhe uroj që të keni një ditë shumë të këndshme, një fest të këndshme në rrethin familjar dhe shumë suksese në punën tënde të përditshme. Të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit shumë që ta ju uroj këtë fest me të gjitha të mirat në familje të juaja, po gjithashtu edhe ju takimi një ditë bukur, po definitivisht jo ma të bukur se ne. Të shumë të nga pëlqen të drejtë. Faleminderit edhe një herë, dashur, përshëndes. Kalofshi bukur. Edhe ne kemi një ditë sot bukur me diell. Uroj që ju të nderuar shikues të keni një ditë fantastike sot.